Para se më përgjigjin këtë pyetje, mendoj që një temë shumë e rëndësishme dhe para se me folë se cilat lagje ka me shku ndërtimi është do thotë një qasje pak më ndryshe për planifikim zhvillimor të Prishtinës. U tha këtu disa herë, unë kam qenë për 2 vjet drejtore arsimit në komunën e Prishtinës, edhe ne kemi edin do thotë edhe gëzimi, po edin edhe jeta, besoj edhe Vasilika, po edhe Endriti, edim gjithë sa vështirë ka qenë me gjetë një lokacion me ndërtu një qerdhe 3, edim sa vështirë ka qenë me gjetë një lokacion me ndërtu një shkollë 3, sa vështirë ka qenë me shpërndësu një tokë për me bu vend për institucione publike që i shërbejnë komunitetit, edhe diskutimi jo nuk duhet me qenë se ka duhet me shku ndërtime, po diskutimi jo duhet me qenë qysh mundemi me bu Prishtinën një qytet ma funksional që funksionon për jetën e qytetarit Prishtinës. Edhe kjo është debati, edhe kjo është pikërisht që një prej premtimeve të para të kandidatit tonë për kryetar të komunës, Uran Ismaili, është që do të kemi moratorium për 6 muajt e parë, nuk do të japim leje të reja të ndërtimit, derisa ky plan zhvillimor komunal të shikohet, të rishikohet në mënyrë që dizajnimi i tij të jetë ashtu siç e tha Vasilika, nga njerëz ma kompetent e jo nga partitë politike edhe jo nga interesat e shtyra nga grupe të ndryshme të interesit. Pra, po më thoni që nëse Uran Ismaili bëhet kryetar, 6 muaj ndalen punim, lejet e ndërtimit, bëhet plani zhvillimor brenda këtyre 6 muajve, apo nuk do të japen lejet të reja të ndërtimit, sepse Prishtina ka nevojë me marrë frymë, Prishtina ka nevojë me pas një planifikim të mirëfillt, ku jeta bëhet funksionale për krejt, edhe nuk fillojmë me mendu prej ditës parë për ndërtimet miliona metrave të reja katrore, që nuk kanë qerdhe, që nuk kanë park, që nuk kanë shkollë e kështu me radhë. Do me thonë e kemi veç edhe një diçka. Janë 2 shkollat më të suksesshme në Republikën e Kosovës, janë shkollat e Prishtinës. Është shkolla Ismail Qemali, është shkolla Hasan Prishtina. Janë 2 shkollat gjithashtu më të ngarkume të Republikës Kosovës. Edhe na nuk kemi mundësi me ndërtu 2 shkolla të reja në ato lagje që me i liru, do thot me liru ngarkimin e madh që kanë këto shkolla. Edhe kjo ndodh për shkak që s'kemi mri me bu plane të mirëfillta që 25 vjet, edhe lagje që është Ulpiana, që është Dardania, që është Bregu i Diellit, kanë vazhdu me mbet lagjet më të urbanizume, edhe pse janë ndërtu vitet e 70-ta. Do thot kemi ndërtu lagje të reja, Muharrem Fesa, që është më e pabanueshme, që është ndërtu në vitin 2022-2021, edhe është më e pabanueshme se një lagje që u ndërtu vitet e 60-ta në Prishtinë, kur do thotë atë kështu dashje bëri pyetje, është ligjore me nal për 6 muaj se 7 muaj dhe në lejeve në Prishtinë. Po është ligjore edhe do thotë sepse për mua është diskriminim.